vajzat, sigurisht, duan të falenderoj profesorin e tyre, që besoj ka shoqëruar për kaq shumë vite në gjitha ato organizime dhe valle shumë të bukura që kanë ofruar jo vetëm për ju, por në çdo vend ku kanë shkuar dhe performuar. Por ja u japim pak fjalën atyre. I dashur mësues Frani, që për ditës e parë që hymë në sallën e madhe të kërcimit, na dhe më shumë se mësime, na dhe besim kur nuk ishim, qetësi kur ishim të pasigur, dhe forcë kur ndjeshim të dobët. Me durim, përkushtim dhe zemër na ka udhëhequr në një rrugëtim që ka ndryshuar jo vetëm mënyrën si kërcejmë, por edhe në mënyrën si e shohim veten. Brenda këtyre viteve, na mësove si të ndjekim ritmin me shpirt. Na mësove si të kërcyer të një terapi, të rrëfejmë ndjenjen në vallet tona. Edhe në fund të fundit, na bëri të mësojmë se vallja nuk është vetëm një lëvizje, është një zemër që flet pa zë. Nuk është vetëm vallëzimi që na bashkon, por zemra që rra njësoj, muzika që na frymëzon, kujtimet që na kanë lidhur përjetësisht. Të falenderojmë nga zemra për çdo moment, çdo duartërkitje të ndarë, e çdo emocion të përjetuar në skenë e prapaskenë. Ti na ke mësuar të qëndrojmë bashkë, jo vetëm kur diçka shkonte mirë, por edhe kur lodhja na rëndonte supet pas çdo prove. Na ke mësuar se forca më e madhe e një grupi nuk qëndron tek perfeksioni, por tek zemra që rra një të njëjtin ritëm. Në çdo provë që bëjmë, kemi mësuar më shumë për artin, por edhe për njëri tjetrin, dhe kur ndonjëherë shohim pas, nuk shohim thjesht një valle, por shohim një histori të bukur të kthehur në kujtime, ndjesi që nuk harrohen kurrë. Ti je pjesë e kësaj historie, pjesë e çdo suksesi ton, e çdo buzëqeshje që kemi ndarë në fund të një prove të lodhshme, e çdo emocioni që mbajmë në vete nga këto vite të paharrueshme. Faleminderit që je më shumë se një mësues, jo udhëfyesi ynë. Frymëzimi ynë dhe shembulli më i mirë e një mësuesi që ta shkon kulturën në shumë e shumë breza, me shumë dashuri, grup Mytiva. Atëherë, pas sa gjymë shumë të bukur, falenderojmë vajza që ndanë edhe me neve këtë rast, edhe këtë moment kaq veçantë me profesorën e tyre. Ne gjejmë rastin në këtë moment të falenderojmë gjithashtu edhe profesorët e tjerë që kanë organizuar me vite valle instrumentale, shfaqje artistike, jo vetëm mirëditore, por edhe tjera. Atëherë, profesorit janë Angelo Gjoka edhe profesor Kol Picaku. Besoj se gjithë prej ju jeni falendërues për gjithçka ata kanë bërë për shfaqjet tuaja, edhe sigurisht për ta përçuar më së miri traditën tonë mirëditore. Marim e falenderojmë edhe grupën e vajzave Mutopana nga Ilir Simoni. Edhe tani do vazhdojmë me setin e valleve, valle festive nga Fran Gjergji. Gjithashtu pas valles festive vazhdojmë edhe valle kosovare, po nga koreografët e mirë Shtrej Fran Gjergji. I mirëpresim me një duar trokitje, ju lutem.
Bravo profesor. Shumë bukur dhe shumë pamam. Allora. Atëherë,